Mirë se erdhët pas prostatolid ofertës së ditës, po e pyesja në zë të ullët, çfarë kemi tani, cilën recet kemi trahanan, atë trahanan e shishme tradicionale që na shtron tek sofra dhe që shijon në çdo vakt për hir të vërtetës, sepse trahanani më mësuar ta gatuajmë në mëngjes, ta gatuajmë në drekë, në formën e supës gjithashtu, në atë tepsinë e madhe familjare, në darkë po ashtu, shoqëruar me bukmisri, shoqëruar me bugururi, me kulaç, me djath, me vaj ulliri, me hudhra. Sot do ta gatuajmë kështu. Shohim pak recetën e trahanas që do të servirim në ditën e sotme, edhe pse e kemi sjell në mënyra të tjera të ndryshme përgatitjen e saj. Trahana me bukmisri dhe gjalp. Një luggjelle trahana për person. 2 do shtosh ti besoj aty? Unë do shtoj 4. Një fet buke misri për person. Një luggjelle i ndyrë për person, në rastin tonë gjalpi, 2 thelpinj hudhër, shëllir, krip, piper. Kjo është receta. Ndërkohë, hedhim pak një sy tiganit me bamje, pse na u desh letra e guzhinës e prerë në atë formë, sepse e vendosëm tek tigani në sipërfaqe, mbuluam bamjet edhe salcën, ja kështu, është një letër pjekje. Dorezën me një letër të tillë alumini dhe do ta përfundojmë pjekjen në furrën e parangrohur. Kemi gati këtu. Avash në furrë edhe ja këtu. Super. Do ta lëm të ajkose derisa të përthithen lëngjet dhe të ruajmë atë strukturë që ne duam ta shijojmë. Tek trahanaja. Trahana e kam tretur në shëllir. Ja. Shëllira dihet që ka krip, kështu që do ta eliminojmë ndoshta deri në fund për të mos e shtuar për së dyti. Ma një tenxhere këtu. E lënë në nxehtësi. Normalisht i bjen një lugë trahana, një fet buke. Kjo nuk është me feta, nuk ekziston me feta. Nuk është me feta, kështu që me sy. Është e ngrohtë apo jo? Është ftohur. Është Se ftohur. në mëngjes të ngrohtë ke marr. Marr një copë të vogël. Marr është atë duash edhe me pak djathtë, pastaj është ku është. Ka dhe djathtë frigorifer besoj. E të me kështu me duar, ja. Me thamë, sa ta bësh me duar ti shife, ja, që ta shpete bëjë shpet, po. Kam lënë. Pra është në shëllir, shif. Nëse ju nuk keni shëllir, shumë mirë. Në vallë, shtoni pakës fare krip, hollojeni me ujë dhe direkt se në... Ja. Janë ca shije, janë ca kombinime që nuk harohen kur. Të sëri goja pa ngrënë, tu është problemi. Buk misri me djath. Buk cekur me gjalp. Buk me djath, domate, kastravec. Në pëjca kombinime, kombo që i quan këj brezi. Pa tjetër? Po një qep e njom, nuk duhet në të gjitha këto. Në ti ke pashkët katolike që shkon buka, djathi, qep e njom, hudhra. Po. Kjo është e bekuara e perëndis. Shqiptarët e kemi patur këto bukë e krip e zemër të bardh. Tani kemi shumë gjëra dhe zemra e ka ndryshuar ngjyrë. Sepse nuk e ushqejmë. Kjo është ideja. Ushqim trupin, por jo shpirtin. Tani, i shtoj ujë. Dhe, opa, këtu unë, direkt, do të marrë një tigan. Do ta thekrojmë çik. Ta thekrojmë një çik. Ka lezet ashtu. Shtoj gjalp. Të tretet pak gjalpi dhe shtojmë në të hudhrën, besoj, më pas bukën. T'japim dhe një aromë hudhre, që shkon trahanas. Tani, nuk më ka bërë fare thërëmia mua buka? Jo shumë.
Se ashtu e prem shumicën me thikë, kur fermohet me dorë, sigurisht që bën më shumë thrime. Do që t'ja hedhësh thërmijat tek tigani? Po. Disa i bëjmë vetë, disa janë bërë nga thërmija, nga coptimi i bukës. Buka e misrit është e fortë. Dhe këto thërmijat bashkë me hudhër do t'i shtojmë tek gjalpi shkrirë. Ja, improvizoj unë 2-3 të tilla. 2-3 kafshatësa. Një thelpiudhë është mjaftueshëm, nuk përdoret si përbërës, por thjesht si një aromë, një prekje arome. Për sasinë e trahanas që kemi, është mjaftueshëm, besoj, edhe sasia e gjalpit. Ndërkohë në 200 e kemi furrën, po pjekim edhe bamjet aty. Tani ta shofësh nga përbërësit, është një recet normale, tradicionale e përgatitjes së trahanas tonë, që kemi autentike. Por mënyra se si përgatitet, trahanaja e tharët, dhe nuk u vjen askush afër. Ne bëjmë edhe ato tranin e ëmbël, përveç tranasës së thartët, fermentuar, me perime, tani kanë dalë. Tani kanë dalë shije të ndryshme për supë. Ai sa më duhet, vasha. Njëri rast siç është trani i ëmbël me qumësht dhe tranaja tjetër me tani këto thërmijat e bukës, përse unë i vura këtu? Sepse dua t'i shtoj dhe të zihen me trahanan. Dhe pjesën tjetër, vetëm sa e forcoj paksa. Pakës. Edhe pak piper. Edhe pakës piper. Ka urdisim edhe bukën e misrit, bashk. Të dyja, tenxhere të bashkohen në një pastaj. Ndërkohë, trahana me bukë mistri dhe gjalp. Ky është emri me cilin do ta gjeni këtë recet dhe në YouTube-in ton, në kanalin ton Reze Dielli, ku do të mendoni se sa persona keni në familje, aq lug trahana do të shtoni. Pra një lug trahana për person, nga një fet buke, ose gjysmë fete, varësisht sa të fortë dhe të rënde doni. Dhe trahanaja është një recet që gatuhet shumë shpejt, shumë pak minuta i duhet. Fillimisht duhet ta zbusni atë, bëhet më i mirë kur qëndron në ujë. Herë kemi shtuar në shëllir. Mund të përdorni hirën gjithashtu, të kosit. Hirën, shëllirën. Unë e kam me shëllirë, shëllirën e kam zbutur në pak ujë, sikur se e kam shtuar edhe krip. Nëse keni hirën, nuk ka nevojë të shtoni asnjë gjë, sepse është më e përqendruar. Ja, të tres edhe mirë pak perimet, se jam shon nga larg. Ashtu dhe. Perimet? Ja, perimet janë. Të vetë trahanas, apo jo? Po. Po, është me perime. Pra trahana me perime që është dhe pak më ashpër në konsistencë. Perimet? Edhe pak vaj dhe bëjmë i gati që ta përfundojmë dhe këtë recet. Ndërkohë që përgatitet trahanaja, bëjmë gati, nuk e di nëse kemi ndezur apo jo sot ekspresin ton, që ta kemi gati për kafet tona, për kafet e të ftuarve.
Dhe po ju kujtoj, me qënë se jemi të ekspresi, unë sa po endeza, kemi vendosur ujë dhe të depozita e ti, për të përdorur më pas kapsulat tona të preferuara që lidhen me çdo aromë, sepse çdo mëngjes në rezen ton ka një aromë të veçantë, më thonë që s'ka ujë, po do t'i shtojmë edhe ujë ekspresit. Kapsulat i kemi aty tek rafti, kapsulat Diva me çoko, pra kapsulat çoko që janë një përzierje kakaos, qumësht dhe që është një shije fantastike, kanë një aromë intensive kafet e tjera, me emra të ikonave të ndryshme, si Marilyn Monroe, Sofia Loren, Brigidi i Albanës, që pëlqen shumë, kafja dekafeinato 100% arabike, çajra gjithashtu, kapsulat Diva janë të preferuarat e konsumatorëve shqiptarë, ndërkohë për ata cilët duan kafen tek zyra, mjafton të bëheni bashkë dhe të porosisni mokador të sjellni ekspresin në zyrat tuaja, me kushtin që të përdorni të blini kapsulat e tuaja të preferuara, të cilat vinë sipas shijeve dhe preferencave të gjithë secilit. Tani me përfundimin e trahanas. Do ta tregojmë, do ta shikojmë edhe këtë procesin e fundit, sepse kemi lënë pak të thekrohet. Sepse në fund fare pak gjalp me piper, po duhet të thekrohet mirë, kohën e kam. Nuk është se po ma merr kohën kush. Ne këtë do bëjmë tani, do të shkëputemi për reklama, ndërkohë që lëmë bukën të thekrohet ashtu siç e do vetë receta, dhe Albana, edhe shija, gjithashtu. Mirë se u rikthyet, është pjesa e fundit e gatimit për ditën e sotme, kemi nisur me një gjellë me bamje pa mish, tani kemi vazhduar tek një trahana me gjalp, e shishme, tradicionale, më pas do t'ju tregojmë edhe gatimin e tretë, por të përfundojmë njëherë me trahanan. Hapësira që na u desh për të thekruar bukën e misrit, ishte e mjaftueshme, ndaj edhe ka marrë këtë ngjyrë të bukur të artë, krokante, në mënyrë, ideja dhe qëllimi është që buka të mos bëhet qulle, po të qëndrojë krokante. Pasi e shtojmë tek trahanaja. Dhe ja shifeni se si duket. Një marrë. E shishme sa më s'ka. Si buk me trahana. Ne, thash do ma mbajen qikë. Po pra si buk me trahana. Tani këtu. Do e vendosur dhe në furë. Se këtë fundin e kam qef për vetë. Aman, s'ka problem, për ne bolle kemi. Prit, se ka puna. Do t'i djekësh në një gjë. Do t'i djekë një qikë. Pra buk misri, një tranat vendosur në shëllim. E largoj pak të këtu, se është nxehur aq shumë tigani, sa që unë nuk dua të më... Ndërkohë sa bëhet gati gjalpi me piperin e kuq, cilin do ta djegim, themi ne, japim një proces të tillë. Ne së bashku le të lexojmë përbërësit e saj. Do t'ja rikujtoj edhe bamjet, do ta sjellim pak më vonë, kemi përfunduar dhe recetën e tretë, trahana me bukë misri dhe gjalp, një lugë gjelle trahana për person, një fet bukë misri për person, një lugë gjelle yndyrë për person, 2 thelpinj hudhër, shëllir, krip dhe piper. Kjo është trahanaja me bukë misri dhe gjalp. I largoj të gjitha. Ja, me këtë djegjen që i bëm tani pak gjalp edhe pak piper të kuq, t'ju them. Ai shumë po e kuron, shto këtë, shto atë. Shto shijen. Nuk i bëj zmet askujt, i bëj zmet vetes. Kjo është përpara po i lëm ndërkohë. Pra çdo anvis, blokojmë çdo proces. Që gjitha do t'ikin edhe këto, mos u shqetëso fare.